15 nxënës të shkollës 9-vjeçare Koltoma në fshatin Rejavel në Rubik prej 4 ditësh kanë bojkotuar mësimin në shenjë proteste. Pasi u duhet të ecin çdo ditë 3 kilometra në këmbë për të mbërritur në destinacion. Por pavarësisht sakrificës, ata denoncojnë dhe ushtrim dhune psikologjike dhe fizike ndaj tyre, duke akuzuar vetë drejtoreshin e shkollës Albana Prenga, teksa i kanë kërkuar vënien në një mjeti transporti për ta. Ditë shiu adin duhet mu lag në kret, vim ke shkolla këtu duhet me një gjithë ditën lagun, edhe marrë dhe ifim smuhna, është shumë e vështirë. Drejtoresha kishte gjithmonë çështet. Ditën e parë që kishte dalë në protestë, ajo vetëm ja vazhdoi çështi. Po ka dhënë shokun tim bangës, e ka rraf. Na kërkojmë drejtësi, me na vu fugonin, me vu pastrueset, me rregullu banjën sepse kjo shkolla është skandaloze. Është shumë e vështirë, sidomos ditët e shiut. Po mua personalisht nuk ka dhënë. Edhe disa të tjerë. Protesta e nxënësve është mbështetur edhe nga mësuesi i shkollës, Gjovalin Gjini, i cili kërkon nga shteti zgjidhje pasi këta fëmijë kanë të pamundur frekuentimin e shkollës. Sa e duket i ka hip një se mund të dhënojë në mësues në ditë kur në hijen në mësuesve, sepse me thënë drejtën është e paftë për ta drejtuar këtë shkollë, niveli i dobët që ka. Se ka me një, vjen në 8, në orën 10-11 i ke këtu. Fugoni dhe hik poshtë. Nga ana tjetër, drejtori i zyrës arsimor në Rrëshen, Gëzim Kaçorri, thotë se është e pamundur vendosja e linjës së transportit në këtë zonë për shkak të mungesës së infrastrukturës rrugore, ndërsa deklaron verifikim të akuzave për dhunë. Do shkoj të marr vetë kontakt me nxënësit, mësuesit dhe prindërit e këtij komuniteti, do të verifikoj situatën reale që është atje në shkollë dhe pastaj nëse do të prezantojë vërtet në bazë të udhëzimeve dhe ligjeve të funksionimit të arsimit, do merret dhe masa. E kontaktuar nga Ora News, drejtoresha e shkollës Albana Prenga nuk ka planuar të flasë, ndërsa ka mohuar akuzat e ngritura nga nxënësit dhe prindërit për ushtrim dhune.